Niko Peleshi. Kemi në lidhje të drejt për drejt në këtë raportim kolegen Esiona Konomi. Përshëndetje Esiona, kur pritet, çfarë ore të mblidhet Këshilli i Mandateve ditën e premte dhe çfarë sigurisht që do të diskutohet, por sa pritet, do të jetë e para seanca apo do të ketë dhe seanca tjera? Së pari, mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit do të mbledhet të premte në orën 10:30. Ajo që dim deri tani është që kryetari i Kuvendit Niko Peleshi të 10 anëtarëve, 5 të Partisë Socialiste, 5 të Partisë Demokratike, ju ka dhënë njoftimin për mbledhjen se ju ka shpërndar vetëm kërkesën pra faqen e parë të dokumentit të prokurorisë, pa ju dhënë relacionin e plot se çfarë prokuroria ka si prova dhe argumente pse Belinda Balluku duhet të shkojë tashmë në arrest shtëpie ose në arrest me burg. Për këtë, Kuvendi pret sot të gjithë anëtarët, 10 anëtarët e Këshillit të Mandateve të vinë, të firmosin dhe të marrin një kopje fizike të akteve, sepse është sigluar si dokument sekret dhe nuk mund të shpërndahet në mënyrë elektronike, si dhe deputetëve gjithashtu është kërkuar ta ruajnë sekret këtë dokument. Shkohet thotë që ditën e premte, kur është seanca apo mbledhja e parë e Këshillit të Mandateve për zonjën Balluku, megjithëse do të kemi një pjesë më të madhe të seancës të mbyllur, sepse kështu ka ndodhur gjithmonë. Sa herë që prokuroria ka kërkuar seanca të mbahet e mbyllur se ka të dhëna hetimore sekrete, atëherë komisioni i mbyll dyert. Ajo që presim të premten është të vijë zonja Balluku vet ose me avokatin e saj, sepse njësoj se që njoftuar deputetët, po ashtu është njoftuar edhe zonja Balluku, po ashtu është njoftuar edhe Spaku, që mbledhja e Këshillit të Mandateve është të premte në orën 10:30. Zakonisht nuk ka mjaftuar vetëm një mbledhje e Këshillit të Mandateve, ka patur 2 ose më shumë mbledhje. Pra, presim që të premten të vinë të gjitha palët përballë, pra zonja Balluku me avokatin e saj dhe po ashtu edhe prokuroria e posaçme. Ndoshta do të varet shumë nga zonja Balluku, ajo mund të kërkojë më shumë kohë për të mbrojtur përpara komisionit, përpara kolegëve të saj deputet, sepse në çdo rast nuk flasim që ajo të humbas një mandat si deputet, ai flasim që ajo të hiqet imuniteti, kjo është kërkesa e prokurorisë, që ajo të mund të arrestohet pa mburojën e një imuniteti parlamentar. Kështu që do të varet nga çfarë zonja Balluku do të kërkojë ditën e premte. Nëse ajo kërkon më shumë kohë për të mbrojtur, zakonisht Këshilli jep disa ditë në dispozicion të palës për cilë kërkohet arrestimi, qoftë arrest shtëpie, qoftë me arrest në burg, që të bëhet gati për të mbrojtur. Si rregull gjithmonë kemi patur një seancë të dytë, që është kjo seanca thelbësore ku prokuroria i paraqet provat deputetëve, njëkohësisht deputetja Balluku në këtë rast paraqet argumentet mbrojtëse mbrojtjen e saj përpara deputetëve dhe në fund fare Këshilli i Mandateve mbyll shqyrtimin. Dhe nuk ka asnjë kufizim sa mbledhje duhet të ketë komisioni, sa mund të zgjas shqyrtimin e komision. Pra Këshilli i Mandateve mund të bëjë sa mbledhje mendon që është arsyeshme ta bëjë. Ama nga dita kur bëhet mbledhja e fundit, brenda 2 javëve duhet ketë një raport, qoftë një raport unifikues, me 2 palët bashkë majorancë opozit, nëse kanë paqartësi, mos dakordsi, do kenë 2 raporte që shkojnë në seancën më të parë. Pra aktualisht që po flasim nuk kemi ose nuk mund të bëjmë një parashikim se kur Kuvendi ka fatin maksimal për t'i thënë po ose jo prokurorisë për arrestimin e zonjës Balluku. Ligji parashikon, rregulloria e Kuvendit, që nëse ky votim në parlament nuk ndodh brenda 3 muajsh, do të thotë që kërkesa e prokurorisë automatikisht quhet e rrëzuar. Por do të shohim me shumë vëmendje nga sot deri të premten komunikimin publik të Edi Ramës. Është ai që do ta tregojë çfarë vullneti politik ka Partia Socialiste. A do të lejojë Partia Socialiste arrestimin e zonjës Balluku, qoftë arrest në burg, arrest në shtëpi, apo do të bëhet mburoj për të në parlament duke mos e hequr imunitetin në mënyrë që ajo të mos arrestohet. Por gjithçka varet nga Edi Rama. Sot në godin ka deputetë të 2 palëve, po pa kush. Ose për të mos thënë askush, nuk di se çfarë në fakt do të jetë vendimi i atyre që kanë kartonat në parlament, që është Partia Socialiste. Në rast se do të kërkoj kohë zonja Balluku, dhe për t'ju dërguar i gjithë relacionin pas parlamentit, brenda muajit dhjetor duket e vështirë apo mund të ecet, sepse seanca e sesionit tjetër në janar i bie të jetë e hëna e tretë, që i bie afërsisht data 19 janar, ndërkohë më 22 janar merret në shqyrtim edhe çështja e pezullimit në gjykatë kushtetuese. Në fakt nuk është ndonjë habi, parlamenti është mbledhur disa herë jashtë rave, nuk është e prerë me thikë kjo që u mbyll sesionet e njëjtën dhe nuk mblidhemi më.
Pra, për shumë, këshillim mandate do të mbritet pas të enjtes, po themi në datën 19, pra nuk është se janë kaq të ndara gjërat që u mbyll parlamenti dhe ne nuk shqyrtojmë asnjë kërkesë. Siç e thash, do të jetë në çmimin ose do të jetë pikërisht qasja politike e Tiranës për t'i dhënë një përgjigje me shpejtësi kësaj çështje, cila do qoftë qëndrimi i PS-s pro apo kundër arrestimit, apo do ta lërë të zvarritet. Është një sinjal që e marrim vetëm nga Tirana. Në të shkuarën kemi patur precedent të tipit për shembull me Sali Berishën, janë bërë 2 mbledhje këshillit mandateve, janë marrë vetëm 3 ditë kohë për të bërë një raport nga ana e këshillit dhe kemi votuar në seancë plenare. Pra për Sali Berishën janë dashur më pak se një javë. Kemi pasur dhe raste tjera, për shembull për zotin Ahmetaj apo për zotin Tahiri, pra disa raste, sidomos nga maggioranza, si është vepruar? Tani, i fundit deputet që është hequr imuniteti ka qenë Sali Berisha në vitin 2023, kur ai u lejua të bëjë arrestin në shtëpi. Por ishte një çështje jo e komplikuar, sepse kuptoi qartë që Partia Socialiste nuk do të bëhej mburoj për të. Siç e thash, për Sali Berishën na dashur një javë nga ardhja e kërkesës nga prokuroria për arrestim në shtëpi, deri kur parlamenti i tha nuk ka imunitet, bëni ç'do doni me zotërinë. Me rastin zotit Ahmetaj na janë dashur pak më shumë kohë, sepse ai nuk u paraqit në komision, u interpretua si kur ju dha më shumë kohë për të arratisur etj, ka qenë pak më komplikuar sepse ishte një person që ju shmang drejtësisë në atë kohë. Ka patur vetëm një rast gjatë mazhorancës socialiste ku nuk është lejuar arrestimi i një deputeti. Ka qenë në vitin 2017 rasti i Sajmir Tahirit, që në atë kohë prokuroria për krimet e rënda kërkoi leje nga kuvendi për të arrestuar atë, por këshilli mandateve, pas e zhvilloi 2 mbledhje, një të hapur dhe një sekrete, Partia Socialiste tha ne nuk kemi të bindur nga prova që prokuroria na solli, dhe në këto kushte ne nuk lejojmë arrestimin e tij, por ne i japim leje prokurorisë të bëjë një kontroll banese, një kontroll automjeti dhe një kontroll personal. Pra në këtë aspekt është rasti Tahiri, është rasti i vetëm që Edi Rama ka vënë veto, ka thënë nuk e lejoj arrestimin. Po në rastin Çyrbia? Por ishte përpara se SPAK-u të fillonte punë. Rasti i Alqi Bllakos, rasti i Ilir Beqan, rasti i Alqi dhe i Jurgis Çyrbes, janë raste ku Partia Socialiste ka manovruar dhe këta individ kanë dorëzuar mandatin vet dhe janë përballur me drejtësinë pa mandat dhe rrjedhimisht pa imunitet. Në këtë rast zonja Balloku është deputete dhe nëse ajo zgjedh t'jap dorëheqjen o thjeshton punën të gjithëve, po jemi në kushtet ku ajo po lufton për mandatin, kështu që nuk jemi në kushtet që ta thjeshtoj jetën aq të gjithëve sa Jurgis Çyrbia, Alqi Bllako bën në kohën e tyre, apo Lefter Koka që u dorëhoj që kur kuptoi që po hetoi dhe po shkonte drejt burgut. Këto ishin raste që ja kursyen Edi Ramës të përballje me drejtësinë në këshill mandatesh. Ndaj thash rastin Ahmetaj, rastin Berisha, si vetëm të raste ku situata ishte ndryshe për shkak të rrethanave. E qartë. Mirë, Esiona, unë të falenderoj nëse do të ketë